Автомобилите изрешетени од куршуми утрото на 11 февруари беа сведоци дека претходната вечер во Скопски Чаир се случи уште една пукотница. Personi i cili ndroi jetë si pasojë e plagëve të marra nga të shtënat ishte 35 vjeçari Hebib Bunjaku nga Shkupi. Освен починат, имаше уште еден повреден, но беа загрозени животите и на многу други. Зависно од изворот, во престрелката која почнала поради недоразбирање во сообраќајот, биле испукани меѓу 100 и 200 куршуми. Нема посилен од крикот на семејството кое загубило свој член. Но по ова убиство гласно се слушна крикот и на друг човек. Оџата на џамијата Исабек Муарем Исмаили. Për ditë çdo javë, patjetër me vrat dika. Kur ta vetesh emrin Hasan, këtë javë na shkoi Hebibi, i dashur, atë javë na shkoi ai, atë javë na shkoi ky, deri kur na kështu do bëjna. Видеото од обраќањето на Муарем Исмаили по последната петочна молитва стана вирално. Свештеникот, кој на моменти не може да ги задржи солзите за негативните трендови во општеството, го споделија илјадници, а го изгледаа стотици илјади. Сето тоа беше причина да го побараме во неговата матична Исабек џамија. Муарем Исмаили е роден во Скопје, каде завршил основно и средно образование. Студирал во Медина, во Обединетите Арапски Емирати. Во џамијата Исабек е вработен од пред 13 години. Në këtë xhami e kam shërbimin e parë që e kam fillu, së pari herë jam angazhu në këtë xhami, fillimisht si një shërbetor në muajin e bekuar të Ramazanit me një autorizim, ku për një kohë shumë të shkurt edhe kam marrë vendimin për imam dhe hatib dhe prej asaj dite deri më sot shërbej do të thotë në formë aktive në xhamin Isabek, e cila gjendet në Shkup. Оџата Исмаили вели дека зборовите од виралното видео се резултат на горчливата реалност што ја зафаќа земјава во последните неколку години. Mos me di çka me shku me ju thon familjarëve çfarë ngushtimi të vuja. Vjen turp s'di çka tu tham. S'un shkoj, s'di si shkoj, çfarë densi do moj. Çka do tham? Како духовен водач сметал дека треба да ја пренесе неговата порака и загриженост што ја чувствува во срцето, прво како човек, a потоа како оџа. Unë ndjejta si obligim nga fakti që jam udhëheqës shpirtëror që t'i preki zemrat e qytetarëve, zemrat e njerëzve që ishin atë ditë në xhami prezent. Qëllimi nuk ka qenë fare që ajo video të bëhet virale apo ajo video që madje dhe të shpërndahet tek bashkëqytetarët tonë Maqedonas apo magjor. Videoja ka qenë thjesht me një nivel lokal, më mirë thonë, të xhamisë tonë, por ja që njerëzit që e kanë ndje qatë dhimbje që unë e kam ndje dhe e kanë ndje atë tension shoqëror në vetveten e vet dhe atë presion, e kanë pasur na kemi nevojë për një çlirim shpirtëror, momental, madje edhe intelektual, institucional, secili nga këndi i vet. Според Исмаили, случувањата во последните години во држава треба да се сватат сериозно. Но за разлика од вообичаените пораки, по вакви настани дека институциите носат своја вина, во виралното видео Исмаили прстот го впери кон луѓето. Nëse kina mrina mu fal, e me kon saftpar e në gjep me ardh me kokainë në xhami, në anet jasë. Qaj që ka vra, atë krejtve na ka vra. Krejtve na krejt vram jemi, po si na të marrë vesh se jemi në vdekje klinike, që kjo është kur të të vdese imani, nuk e ndi. I thu Zoti, rahmete, po çka ki ma bet. Jam duke folë si prind, jam duke folë si qytetar, që më dhem humbja e Hebibit, më dhem humbja e Almirit, më dhem humbja e Vanjës, më dhem humbja e Frosinës dhe shumë Vanja dhe shumë Frosina tjera. Ato janë bijat tona, ato janë komshit tonë, ato janë miqë tonë. Hebibi është komshiu ynë, është bashkëtetari ynë dhe ai Hebib ka pas mundësi që të jetë Hebibi im. Dhe nëse na Hebibin nuk e shohim si një fëmijë tonë, si një vëlla tonë, si një kushëri tonë, e shohim vetëm si një bashkëtetar tonë, kjo është katastrofale. Kjo është
një gjendje shumë e tmerrshme nëse arrin shoqëria jonë këtë. Nëse dikush nuk merret me çështjen e vanjës sikur me qenë bie e vet, na jemi vdekje klinike. Na atëherë se kemi kuptu parimisht njerëzillokon, a pa qenë njeri, nuk mund të jesh as musliman, as krishter, as shqiptar, as maqedon. Петочното обраќање кое стана вирално, Оџата Исмаили вели дека го почувствувал како обврска за да ја мобилизира свеста на заедницата. A dini be dënjerë me unë gjdorën be, a di be dënjerë mu bo se s'ki një, se s'ki më dëgju, a di be dënjerë me ashtu rrugën dikuj me afi kamën shetonit, a di kuj kini be këto lafe, kuj janë be këto qëndrime. Мобилизациите од верските заедници, додава Оџата од Исабек Џамија, можат да го подобрат општеството. Unë mendoj se këtë dhimbje dhe këtë shqetësim e kanë gjithë klerikët fetar. Dhe se ata mundohen se cilin nga kandi vetë që të e përcjellin këtë mesazh dhe këtë shqetësim shoqëror kolektiv që është duke na kaplu. Unë mendoj se një iniciativë të një niveli pak më të lartë, më mirë thonë, më qendror, do të ishte shumë i dobishëm për shoqërinë tonë dhe rezultatet do të ishin shumë më të mëdha dhe më të dobishme, por megjithatë unë mendoj se krahas atyre mesazheve na duhet edhe një mobilizim institucional e gjitha institucioneve tona. Unë e falenderoj Zotin që na në për gjitha institucionet tona, në gjitha instancët kemi njerëz të ndërgjegjshëm. Besoni që kemi njerëz të ndërgjegjshëm. Иако Македонија е секуларна држава, па световната казна и правда не се поврзани со Божјата, Оџата Исмаили има порака и до правосудството и луѓето што работат таму. Jo të lidh një përshtypje se bën çka të duash këto nëse ke para, nëse ke njoftësi, nëse ke pushtet, mbetesh i pandëshkuar. Gjë e cila pastaj i shtinë të mendojnë qytetarët e rëndomt që shejtani mallkuar t'ju bëjë atyre edhe cytje që t'u shkon mendja të marrin ligjin në duart e tyre. Dhe kjo është një gjendje katastrofale që mund t'i ndodhë vendit tonë që nuk shkon në të mirën e askujt. За крајот на нашата средба, слично како и во видеото што стана вирално, Исмаили ги остави зборовите за доброто како начин на живот и цел. Unë jam i bindur se në këtë vend ka njerëz shumë të mirë. Unë jam i bindur se këto qytetarë në këtë vend, shumica e njerëz të mirë, janë domaçina, janë esnafa, janë njerëz që punojnë për kafshatën e bukës me djersë, me mund, me sakrificë, që ta bënë me dire se këto janë njerëz që hanë ushqim halal dhe janë njerëz të mirë. Nuk guxojmë na gjithë këto njerëz të mirë, gjithë këtë shoqëri të mirë, të e flijojmë për një kategori shumë të vogël të njerëzve që kanë marrë një rrugë devijante.